Kjo është pyetja kryesore apo jo? A janë të gjitha këto pretendime për shëndetin të bazuara në fakte, apo është thjesht një tjetër mod kalimtare? Në këtë analizë do të bëjmë pikërisht këtë. Do të ndajmë faktet shkencore nga mitet popullore, që të kemi një pamje sa më të qartë. Ja si do të vazhdojmë. Do të nisim me bazat. Çfarë është në të vërtet uthulla e mollës? Më pas, do të shohim përfitimet e mundshme që e kanë bërë kaq të famshme. Por nuk do të ndalemi me kaq. Do të përballemi edhe me rreziqet dhe ndërveprimet e rrezikshme me barnat, dhe në fund do të përfundojmë me disa këshilla praktike për ta përdorur në mënyrë të sigurt. Pra, si arrihet nga një mollë thjesht tek uthulla që kemi në shtëpi? Procesi është goxha interesant, një shembull perfekt i bioteknologjisë në veprim, ku gjithë punën e rëndë bëjnë disa mikroorganizma të vegjël. Le të shohim si funksionon. Gjithçka nis me një proces me dy hapa. Së pari, në skenë dalin majat. Ato ushqehen me sheqernat e lëngut të mollës dhe e kthejnë atë në alkool. Më pas, vjen radha e një grupi tjetër mikroorganizmash, bakteret e acidit acetik. Këto baktere marrin alkoolin, përdorin oksigjenin nga ajri dhe transformojnë atë në acid acetik. Ky është përbërësi kryesor që i jep uthullës shijen dhe vetitë e saj karakteristike. Tani, le të flasim për diçka që tingëllon pak çuditshme, nëna e uthullës. Nëse keni parë ndonjëherë një uthull të papërpunuar, të pafiltruar, mund të keni vënë re një mas të turbull që noton brenda. E po, ajo nuk është një defekt. Ajo është nëna, një ekosistem i gjallë i majave dhe baktereve. Shumë njerëz besojnë se pikërisht këtu fshihen shumë nga vetitë e saj probiotike. Mirë, le të kalojmë tek pjesa që me siguri tërheq më shumë vëmendjen, pretendimet shëndetësore. Çfarë thot realisht shkenca? A ka diçka të vërtet pas gjithë kësaj zhurme? Okej, këtu duhet jemi të sinqertë. Shumë nga studimet e para ishin relativisht të vogla. Por, kur shkencëtarët mbledhin të dhënat nga shumë studime të ndryshme, një proces që quhet meta-analizë, atëherë fillon të krijohet një pamje shumë më e qartë dhe më e besueshme. Dhe kjo pamje tregon se ka efekte reale, sidomos kur bëhet fjalë për shëndetin metabolik. Dhe këto të dhona këtu e ilustron këtë gjë më së miri. Një meta-analizë viti 2024 zbuloi se te personat me diabet tipi 2, uthulla e mollës lidhej me një ulje të ndjeshme të sheqerit në gjak esëll dhe të hemoglobinës së glikozuar e cila mat kontrollin e sheqerit në gjak në afat gjatë. Këto nuk janë shifra të vogla, përkundrazi. Dhe po për rënje në peshë, një tjetër meta-analizë po nga viti 2024 tregoi diçka vërtet interesante. Subjektet mbi peshë që ndiqnin një dietë me kalori të kufizuara dhe konsumonin uthullmolle, në disa raste humbën mesatarisht rreth 7.4 kg më shumë. Ky është një rezultat që padyshim të bën përshtypje. Por nuk mbaron me kaq. Përtej sheqerit dhe peshës, kërkimet tregojnë edhe përfitime të tjera. Disa studime kanë vënë re përmirësime në profilet e yndyrnave në gjak, si ulja e kolesterolit total dhe triglicerideve. Plus, duket se acidi acetik ngadalson zbrazjen e stonakut, gjë që mund të na bëjë të ndihemi të ngopur për më gjatë dhe rrjedhimisht të ham më pak. Mirë, folëm për anën e ndritshme të medaljes. Tani është koha të shohim edhe anën tjetër, realitetin, sepse pikërisht vetitë që i japin uthullës së mollës përfitimet janë ato që mund të shkaktojnë dëme nëse nuk tregohet kujdes. Le t'i marrim me radhë 3 rreziqet kryesore. Së pari, aciditeti i saj i lartë është armik i smaltit të dhëmbëve. Së dyti, fakti që ngadalson tretjen mund t'i jetë një problem serioz për njerëzit me gastropareze. Dhe së treti, konsumi i tepërt mund të çojë në një gjendje të rrezikshme të quajtur hipokalemi, pra nivele shumë të ulta kaliumi, gjë që është kritike për zemrën dhe muskujt. Dhe sa serioz është ky rrezik për dhëmbët? E po, dëgjoni këtë fakt nga kërkimet shkencore. Humbje deri në 20% e smaltit të dhëmbëve. Ky është një dëm i konsiderueshëm dhe i përhershëm. Kjo tregon qartë pse hollimi dhe përdorimi i kujdesshëm janë absolutisht thelbësore. Tani do të prekim pikën ndoshta më të rëndësishme dhe më të rrezikshme nga të gjitha, një aspekt që shpesh neglizhohet. Këtu nuk bëhet fjalë për vetë uthullën, por për mënyrën se si ajo mund të përplaset në mënyrë të rrezikshme me medikamente të zakonshme. Pika kyçe për t'u mbajtur mend është kjo: për çdo që merr medikamente me recetë, ky informacion është absolutisht jetik. Disa kombinime thjesht nuk duhen bërë, sepse pasojat mund të jenë serioze. Le ta zbërthejmë këtë tabelë sepse është vërtet kritike. Nëse uthulla kombinohet me diuretik
ose disa laksativ, rreziku për uljen e kaliumit rritet shumë. Me insulinën dhe barnat e diabetit, kemi një rrezik të dy fisht. Sheqeri në gjak mund të bjerë në nivele të rrezikshme dhe po ashtu edhe kaliumi. Dhe për çdo që merr digoksine, një barë për zemrën, kaliumi i ulët mund ta bëjë ilaçin toksik. Ky është një informacion jetik. Pra, pasi pam të mirat dhe rreziqet, pyetja është: a ka një mënyrë për të përfituar nga të mirat e mundshme duke minimizuar rreziqet? Përgjigja është po, dhe gjithçka qëndron tek një qasje e matur, e informuar dhe e sigurt. Le t'i përmbledhim në 4 rregulla të arta shumë të thjeshta. Rregulli numër 1. Gjithmonë, por gjithmonë, hollojeni. Kurrë mos e pini të pastër. Rregulli numër 2. Kufizoni dozën jo më shumë se 2 lugë gjelle në ditë. Rregulli numër 3. Përdorni një pipës për të mbrojtur dhëmbët. Dhe më i rëndësishmi nga të gjithë, sidomos për ata që kanë probleme shëndetësore ose marrin barna, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj përpara se të filloni. Dhe kështu, i kthehemi pyetjes son në fillim. Uthulla e mollës është një shembull perfekt se si një ilaç i lashtë përballet me shkencën moderne. Provat tregojnë se mund të ketë përfitime reale, por vetëm kur përdoret me mençuri dhe duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për rreziqet. Në fund të ditës, vendimi për ta përdorur apo jo nuk është bardhë e zi, por kërkon një vlerësim të kujdesshëm të dyja anëve të medaljes.